Ky është procesi votimit. Zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Shqipërisë, vim seancë të Kuvendit të Shqipërisë për ratifikimin me procedurë të përshpejtuar të një marrëveshje huaje mes Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Agjencia për Bashkëpunim për Sigurinë e Mbrojtjes në kuadër të financimit jashtëm ushtarak të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zonja e Zotrinj, dashur qytetarë shqiptar, kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë. Një marrëveshje me një rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare të vendit, një marrëveshje që konfirmon fuqishëm marrëdhëniet e shkëlqyera të Shqipërisë me aleatin e saj të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një marrëveshje që shkon përtej termave financiar. Është një dëshmi konkrete e besimit të Shteteve të Bashkuara që kanë ndaj Shqipërisë dhe rolit gjithnjë më të rëndësishëm që vendi ynë luan për sigurinë euro-atlantike. Nga ana tjetër, Shqipëria jonë e përbashkët ka një angazhim të shtuar në rritje të konsiderueshme të investimeve në mbrojtje. Buxheti për mbrojtjen është rritur nga 24.1 miliard lek në vitin 2020 në 69.2 miliard lek në vitin 2026. 3 herë më shumë, ndërkohë që Shqipëria mbështet objektivin e ri të aleancës për të arritur në 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen dhe sigurinë, me Partinë Socialiste në qeverisje deri në vitin 2035, duke dëshmuar se mbrojtja dhe siguria janë prioritetet tona strategjike. Vetëm javën e kaluar, me aktin normativ, kemi rritur shpenzimet e mbrojtjes me 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Vendimi për organizimin e samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë është një vlerësim i një rëndësie strategjike për Shqipërinë dhe rolin e saj gjithnjë e më të madh në aleancë. NATO po hyn në një fazë të rezhvillimi, të njohur si NATO 3.0, dhe se Shqipëria po përgatitet për t'ju përgjigjur kësaj sfide dhe këtij realiteti përmes rritjes së kapaciteteve mbrojtëse dhe investimeve strategjike. Shqipëria ka hyrë tani më në një trajektore të re besueshmërie dhe rritje të investimeve në mbrojtje. Siç e thash, sot jemi 2.6%, në 2035 do të jemi 5% të prodhimit brendshëm bruto dhe këto investime përfaqësojnë një investim të drejtë për drejtë për sigurinë kombëtare, stabilitetin e vendit dhe përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë si një antar i NATO-s. Shqipëria vlerëson thellësisht leadershipin dhe mbështetjen e vazhdueshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të presidentit Donald Trump dhe mbetet përkushtuar ndaj përgjegjësive të saj si një aleate e besueshme në NATO, duke kontribuar për aleancën e cila do të jetë më e fortë, më e sigurt dhe sigurisht më kompakte.